Dhe na me gjithë të në shofë këto, do t'ja uroj ditën e veteranit, këtë festë e festojmë sot, kemi të mangë bukët vend ku jena sot, para 34 vite, kanë qenë shkëndijat e para të lirisë, edhe mujtë të më luftu së parë, frontale, Mbaci Shaban, me 2 djemët, me Hamzën dhe Ademin, dhe rrethi tina, i gjerë, jashajet u përballën me forcat çetnike paramilitare serbe, që luftuan për ditën e sotit, dhe ne sot si veteran, nuk e ndim vetën as lirë për arsye se ende kemi problem me institucionet tona, ku ligji për vlerat e luftës nuk është bërë ende, dhe ne këtë festë e festojmë sot, kemi të mangë për arsye se ne i kemi njerëzit të cilët kanë ndërhequr luftën paqen në qendrat e paraburgimit në Den Haag, ku kjo festë një sot është e mangë pa ata njerëz të cilët luftuan për vendin tonë. Kështu që unë në emrin tim dhe në emrin gjithë të në shofëve këto, do t'ja uroj ditën e veteranit, mas pari, familjet të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Faleminderit shumë.